Qeveria meksikane i dha dritën jeshile ekstradimit të baronit të drogës Joaquin El Chapo Guzman në Shtetet e Bashkuara, ku të përballet me akuzat për trafik të lëndëve narkotike dhe vrasje. Avokatët e Guzmanit kanë 30 ditë kohë për të apeluar vendimin, por edhe nëse procedohet, do të duhen muaj të tërë përpara se ai të dërgohet në Amerikë. Ja se sperava. Ishte diçka e pritshme në fakt nisur nga situata aktuale. Një gjë duket e qartë ama se në këtë moment nuk do të ketë një ekstradim të shpejtë. Ka disa hapësira ligjore të cilat do të shfrytëzohen. El Chapo ra sërish në duart e policisë në janar, 6 muaj pas arratisjes nga një burg i sigurisë së lartë në sajt të një tuneli nëntoksor. Në fillim të majit, autoritetet meksikane e transferuan kreun e kartelit Sinaloa në një burg pranë kufirit me SBA-n. Ministria e Jashtme meksikane deklaroi se Amerika ka ofruar garanci që Guzmani, grupi i të cilit konsiderohet përgjegjës për 1/4 e të gjitha drogave që hynë në Amerikë nga Meksika, nuk do të përballet me dënimin kapital. Përpara arratisjes vitin që shkoi ai kishte kaluar më shumë se një dekadë duke u fshehur prej autoriteteve.